Me zgjestit Rozanës dhe Kjertës, publiku këtë banor po shes si fitues, ndërka që Jozi ofendon sërish të rënd gjestin, ja se reagoi këngëtari. Gara përfitore në edicionit e 4 të Big Brother VIP Albania po vazhdon të bëhet gjithmonë më e fortë. Me hyrjen e gjestit, ky edicion është popularizuar edhe më shumë. Ndjekësit e këngëtarit kanë bërë një krahasim, teksa kanë treguar se fituesi i këtij edicioni do të jetë gjesti. Sipas ndjekësve, një ndër mjetet mallse nuk janë votat në këtë pikë, por pëlqimet në postime, pasi llogaria e banorëve dallohet dukshëm kush është më i pëlqyeri në publik, duke shpërndarë foto në të njëjtën kohë siç janë primet. E nëse nga Instagrami i Rozanës, por edhe Gjertës, pëlqimet variojnë nga 4.000 deri në 5.000 likes, në Instagramin i gjestit ndryshon diçka, teksa gjithçka shkon nga 40 deri në 50.000 likes, më shumë se 10 fishi i tyre. Edhe pse jo të gjithë pëlqimet në Instagram rikthehen në vota, duket se kjo diferencë e madhe po shihet si një fitore e padiskutueshme. Madje në çdo sondazh të bërë, gjesti renditet me të paktën 10% të votave më shumë se Rozana, e cila renditet e dyta. Nga ana tjetër, në këto ditë të fundit të Big Brother, duket se gjesti është ofenduar sërish nga Jozi, duke kaluar linjat e kuqe. Një situatë e tensionuar ndodhi midis të dyve, teksa në një moment tregohet ku Jozi drejtohet gjestit me një fyerje të rëndë. Më hëngsh atë që han gratë, i thot Jozi. Gjesti ka reaguar i nervozuar, por Jozi ka vazhduar sipas mënyrës së tij. Më hëngsh atë që hajnë gratë pas darke, vazhdoi më tej Jozi duke këmbgulur, teksa kujtojmë se javë më parë ishte Jozi që u eliminua nga shtëpia, po për shkak të një fyerje të rëndë që i kishte bërë gjestit. Produksioni asaj kohe dha një mundësi të dytë duke rikthyer, mirë po kjo herë e dytë po pritet se çfarë do të vendoset në primin e radhës.